Kush je ti në të vërtet? Ti nuk je thjesht emri që mban, apo roli që luan në këtë jetë. Në nivelin kuantik, ti je valë mundësish, të cilat kthehen në thërmia pas çdo zgjedhje. Atomet që të përbëjnë janë në gjendjen e papërcaktueshmërisë kuantike. Mendon se je thjesht një trup i ngurtë? Drita mund të jetë edhe valë, edhe thërmia. Sipas paradoksit GHZ, thërmiat mund të jenë në të njëjtën kohë në shumë gjendje, derisa dikush t'i vëzhgojë ato. Sipas The Brighter Side News, shkencëtarët kanë arritur të matin dritën në 37 dimensione. Sipas logjikës së thjeshtë të quajtur realizmi lokal, objektet ekzistojnë në mënyrë të qartë dhe eventet ndodhin në mënyrë të parashikuar. Pas kësaj logjike, nëse juve ju ka ardhur një email, do të thotë se dikush ju a ka dërguar. Sipas paradoksit GHZ, letra mund të shfaqet në emailin tuaj edhe pa pasur një dërgues. Paradoksi GHZ përforcon teorinë e papërcaktueshmërisë së thërmiave. Nuk ekziston vetëm realiteti lokal. Në çdo moment, ti mund të ndryshosh realitetin tënd nëpërmjet mendimeve të tua. Ne nuk jemi thjesht një trup i ngurtë. Ne jemi valë, jemi vibrim.